Infeksionet vaginale, çfarë duhet të dini, simptomat dhe trajtimi. Sot do të flasim për një temë që prek pothuajse çdo grua në një moment të jetës së saj, por që për shkak të tabuve shoqërore shpesh diskutohet me zë të ulët ose anashkalohet plotësisht. Po flasim për infeksionet vaginale. Sipas statistikave mjekësore, rreth 75% e grave do të përjetojnë të paktën një infeksion të tillë gjatë gjithë jetës së tyre. Ndonse janë jashtëzakonisht të shpeshta dhe shumica e tyre e trajtohen me shumë lehtësi. Ato përsëri shkaktojnë mjaft siklet, ankth dhe keqkuptime. Pse ndodhin këto infeksione? Si t'i dalloni llojet e ndryshme nga njëri tjetri, në bazë të simptomave dhe cilat janë gabimet më të mëdha që duhen shmangur gjatë trajtimit. Sot do t'i zbërthejmë të gjitha në mënyrë të thjeshtë dhe të hapur. Para se të fillojmë, bëni subscribe që të bëni pjesë e kanalit tonë për t'ju kushtuar shëndetit dhe mirëqenies. 3 llojet më të shpeshta. Ekuilibri delikat. Mikrobioma. Përpara se të shohim llojet e infeksioneve, duhet të kuptojmë diçka të rëndësishme. Zona vaginale ka ekosistemin e saj të vetpastrimit. Aty jetojnë miliona baktere të mira që prodhojnë acidin laktik për të mbajtur një pH acid, i cili mbron zonën nga bakteret e këtija. Kur ky ekuilibër delikat prishet si pasojë e stresit, antibiotikëve, ndryshimeve hormonale apo larësve të gabuar, atëherë krijohet tereni ideal për infeksione. 3 infeksionet kryesore dhe si t'i dalloni. Ekzistojnë 3 lloje infeksionesh kryesore që shkaktojnë pjesën më të madhe të shqetësimeve. Infeksionet mykotice, kandidoza, shkaktohen nga mbirja e një myku që gjendet natyrshëm në trup i quajtur kandida. Simptomat: kruarje e fortë, djegje, sidomos gjatë urinimit apo marrëdhënieve, dhe sekrecione të bardha e të mpiksura që shpesh krahasohen me pamjen e gjizës, por që nuk kanë erë të keqe. Vaginoza bakteriale, BV, ndodh kur ulet numri i baktereve të mira dhe shtohen bakteret e këqija. Simptomat: sekrecione më të rrjedhshme me ngjyrë të bardhë në gri, kur shenja kryesore dalluese është një erë e fortë dhe e pëlqyeshme, shpesh e krahasuar me erën e peshkut, e cila bëhet më e ndjeshme pas ciklit ose marrëdhënieve. Kruajtja këtu është më e rrallë. Trikomoniaza. Ky është një infeksion që transmetohet përmes rrugës seksuale dhe shkaktohet nga një parazit i vogël. Simptomat: sekrecione të bollshme, shpesh me fluska, me ngjyrë të verdhë në të gjelbër dhe me erë të pakëndshme të shoqëruara me skuqje dhe dhimbje të zonës. Gabimet e shpeshta dhe rreziqet. Kur përballen me këto simptoma, shumë gra bëjnë 2 gabime të mëdha që mund t'i përkeqësojnë gjërat. Gabimi i parë, vetmjekimi. Blerja e një kremi apo ovule në farmaci pa e ditur saktësisht nëse infeksioni është mykotik apo bakterial. Për shembull, nëse përdorni një medikament kundër mykut për një infeksion që në fakt është bakterial, jo vetëm që nuk do të shëroheni, por do të prishni akoma më shumë florën bakteriale. Gabimi i dytë, dushet vaginale apo larësit e fortë parfumi. Përpjekja për të pastruar infeksionin nga brenda me ujë apo solucione e thjeshtë e shtyn infeksionin më lart drejt mitrës dhe heq të gjitha bakterat e mira mbrojtëse. Nëse lihen të patrajtuara apo mjekojnë gabimi infeksionet të caktuara si ato bakteriale, mund të gjiten më lart në sistemin riprodhues duke rritur rrezikun për sëmundje inflamatore të legenit apo probleme me konceptimin në të ardhmen. Trajtimi dhe parandalimi, si të mbrohemi. Lajmi i mirë është se me një vizitë të thjeshtë e ginekologu dhe një analizë të sekrecioneve të njohura si strisho, mjeku mund të përcaktojë saktësisht llojin e infeksionit dhe t'i jap trajtimin e duhur me antibiotik apo antimykotik specifik. Për të parandaluar shfaqjen e tyre, mbani shënim këto rregulla të thjeshta. Zgjidhni pambukun. Përdorni vetëm të brendshme pambuku që lejojnë lëkurën të marrë frymë. Shmangni materiale sintetike dhe rrobat shumë të ngushta. Kujdes me higjienën. Gjatë larjes vetëm nga jashtë, përdorni ujë të ngrohtë ose larës specifik me pH natyral pa parfume. Gjithmonë fshihuni përpara apo pas përdorimit të tualetit. Kujdes me ushqimin. Një regjim i pasur me sheqer na ushqen mykun. Nga ana tjetër, konsumi i kosit natyral ose përdorimi i probiotikëve specifik ndihmon në rifreskimin e baktereve të mira në trup. Shëndeti i gjenital është pjesë e rëndësishme e shëndetit tonë të përgjithshëm dhe nuk ka asnjë arsye për të ndjerë në siklet apo me turp. Të kujdesesh për veten do të thotë edhe të informohesh.
Nëse kjo video ju ndihmoi të kuptoni më mirë se si funksionon trupi juaj, ju lutem lini një like dhe shpërndajeni me shoqet apo familjarët tuaja. Shkruani në komente nëse keni pyetje apo nëse dëshironi të flasim për ndonjë temë tjetër në videon e radhës. Qëndroni të informuara, kujdesuni për shëndetin tuaj dhe shihemi së shpejti.